Cila është fjala që më së paku e doni në gjermanisht, të mos them që e urreni. Nuk e di çka mendoni ju miq, por fjala shtau për mua personalisht është një prej atyre fjalëve që e dua më së paku në gjuhën gjermane, e kjo gjuhë është vërtet shumë e pasur. Këtë fjalë e din të gjithë ata që jetojnë në Gjermani, në Zvicër apo edhe Austri, por për ata që eventualisht nuk e din, shtau do të thotë bllokim i trafikut. E situata në rrugët e Gjermanisë gjatë vitit të kaluar 2025 sipas sistemit të navigacionit TomTom ka qenë vërtet shqetësuese dhe nga ngasit e automjeteve, pra nga shoferët është kërkuar vërtet shumë durim. Udhëtimet për shkak të bllokimit të rrugëve kanë zgjatur gjatë vitit 2025 rreth 40% më ngadalë për shkak të aksidenteve, ndërtimeve në rrugë, për shkak të baushtellave siç thuhet dhe për shkaqe të tjera. TomTom ka shikuar gjendjen në 29 qytete të ndryshme të Gjermanisë dhe sipas këtij sistemi, qytetet ku ka pasur më së shumti bllokime të rrugëve kanë qenë vitin e kaluar: Nürnbergu, Hamburgu, Essen, Leipzig, Berlin etj. Ndërsa situata pak më e mirë ka qenë në Kassel dhe Karlsruhe, ku njerëzit kanë pasur mesatarisht vonesa prej vetëm, ashtu të them, 23% të kohës krahasuar me kohën normale që parashikohet për të mbritur nga një vend në vend tjetër. Por, kur i krahasojmë të dhënat e vitit 2025 me ato të viteve të mëparshme, situata është përkeqësuar edhe më shumë në qytete dhe ato për shumë shkaqe. Në Berlin, për shembull, bllokimet e rrugëve janë rritur për 7%, krahasuar me një vit më parë, pra, ndërsa në Bremen me 9%. Situata është përkeqësuar ndjeshëm edhe në Dresden, në Leipzig dhe qytetet e tjera, ndërsa është përmirësuar në Kiel, për shembull, dhe në Bochum. Megjithatë, situata më e keqe sipas këtij studimi është pra në qytetet e mëdha dhe në zonat përreth, ku densia e lartë e automjeteve dhe kapaciteti i kufizuar i rrugëve kanë shkaktuar edhe mbi ngarkesa dhe pritje të gjata në rrugë. Situata është përkeqësuar vitin e kaluar edhe për faktin që shumë kompani kanë vendosur të rikthejnë punëtorët e tyre në vendet e punës pas një periudhe kur është punuar më shumë nga shtëpia, pra i ashtu quajturi home office nga koha e pandemisë dhe më vonë. Besoj se këtë fjalën home office e keni dëgjuar vërtet shumë shpesh vitet e kaluara dhe tani. Një fajtor tjetër i ngarkesave është edhe eksodi urban, siç thuhet, sepse shumë njerëz janë larguar nga qendrat e qyteteve dhe kanë shkuar të jetojnë në periferi për shkak, po e kuptoni besoj, të çmimeve tepër të larta të qirave nëpër qytete, dhe tani ata duhet të udhtojnë në distanca më të gjata nga vendet ku banojnë, pra në vendet e punës, shpesh natyrisht me automjetet e tyre. E një problem tjetër është edhe kualiteti i dobët i infrastrukturës rrugore në Gjermani dhe ndërtimet e shumta, pra baushtella, siç e thash. Kjo pritet të shtohet edhe më shumë gjatë vitit 2026, sepse shteti ka vendosur të investojë, siç ju kam njoftuar shpesh, me qindra miliarda euro në infrastrukturë. Me një fjalë, edhe këtë vit, shoferët dhe punëtorët duhet të kenë shumë durim në rrugë dhe të planifikojnë me kohë udhëtimet, në veçanti kur duhet të shkojnë në punë, sepse vonesat në punë mund të jenë edhe një problem shtesë edhe për raportet mes punëdhënësve dhe punëmarrësve. Pra nëse vonoheni shpesh, nuk është mirë. Dua të them, planifikoni gjithmonë kohën mirë dhe mos u vononi në punë, sepse nuk keni nevojë të keni probleme të panevojshme, por unë ju uroj rrugë të mbarë dhe të sigurt në radhë të parë, e pa vonesa të shumta kudo që jetoni dhe kudo që shkoni. Ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim.